Këto tingu janë pjesë e një tradite që të mahnit, qoftë kur e dëgjon për herë të parë, qoftë kur je rritur me të. Një këngë që të drithëron me lashtësinë, harmoninë dhe fuqinë shpirtërore që mbart ndër shekuj. ISO Polifonia shqiptare shënon 20 vjet nga shpallja si kryevepër e trashëgimisë gojdhënëse të njerëzimit. Një vlerësim që e ngriti këtë formë unikale të këngës shumë zërshe në pjedestalin e kulturave më të rralla të botës. Kompozitori dhe studiuesi Vasil Tole vlerëson se përfshirja në mbrojtjen e UNESCO-s ka sjellë përhapje të kulturës sonkombëtare në mbar botën. Me promovimin ndërkombëtar, ndërkohë që ka shumë detyrime shteti shqiptar, jo thjesht në nivelin qendror, por edhe në nivelin vendor, po dhe shoqatat, edhe çdo njeri i cili i thot vetes shqiptar për ta promovuar këtë kulturë. Po unë them që ka ndikuar pozitivisht. Nga malet e Kurveleshit deri te brigjet e Himarës, ISO Polifonia ka qenë dhe mbetet gjithmonë më shumë se një këngë, një simbol i identitetit kombëtar dhe një mënyrë për të ruajtur historinë përmes zërit. Në të gjitha zonat ku këndimi polifonik praktikohet, tu kam parasysh si këndimin a cappella, pra vokal, apo atë instrumental me saze, ka një rritje të interesimit të grupmoshave të ndryshme në mënyrë veçantë të rinjve për ta kënduar. ISO Polifonia vazhdon të dëgjohet në festa, ceremoni edhe në skena botërore, ndërsa rreziku për zhdukjen e saj nuk ekziston. Sepse për sa kohë do të ketë ata që ikonica i quante banor të rënjës, pra për sa kohë do të ketë lebër edhe tosk, kjo nuk ka për të haruar kurrë. Kemi krijime të mbështetura mbi këtë trashëgimi të madhe dhe nga ana tjetër kjo trashëgimi po përdoret si brand edhe në forma të tjera artistike, jo thjesht pra tek muzika. Edhe ky përvjetor është një kujtesë se sa e rëndësishme është ta ruajmë dhe t'u përcjellim brezave të rinj.